Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do të vjojmë flasim për zhvillimet të kryesore politike, çfarë po ndodh në seancën kuvendore, vjojnë debatet dhe përplasjet veçanërisht për komisionin e posaçëm të reformës administrative territoriale. Kam kënaqësinë të kem në këtë momente në një lidhje direkte avokatin e njohur Spartak Ngjela. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën. Gjatë ditës së sotme ka nisur seanca që në orën 10, por pavarësisht pikave të tjera të rendit të ditës, fokusin kryesisht e ka marrë çështja e Komisionit të Reformës Administrative Territoriale. Sikundër ne kemi bërë me dije, socialistët duan të ndryshojnë formulën për t'i hequr bashkëkryesinë demokratëve, rrjedhimisht edhe të drejtën e vetos. Ju si shihni këto debate? Janë të nivelit aspektit procedurial, apo në thelb kanë të bëjnë edhe me mënyrën se si do të funksionojë ky komision, përmbajtja e të cilit mbi të gjitha çfarë do të prodhojë për reformën e ardhshme? Janë proceduriale, por që kanë karakter politik. Lidhen me pushtetin. Dhe socialistët kanë shumicën e bëjnë ligj dhe parlament dhe pushtet, më falni, ligj dhe pushtet do të thotë shumicë në parlament zonë. Kjo është demokracia. Ata kanë një përfitim të madh, socialistët, se kanë në favor Saliun. Jo se punon Saliu për ta, por s'ka vota. Është në dekadencë dhe nuk do ta kuptoj. Sa të bëjmë? Sigurisht që reformat të tilla të rëndësishme duan 84 vota në kuvend, socialistët kanë 83, nëse do t'i bashkojnë me alatët e tyre të mëparshëm, socialdemokratë shkojnë në 86. Po, ky komision, a do duhet të ketë bashkëkryesi, pra një nga Partia Socialiste, një nga Partia Demokratike, duke qenë se socialistët mund ta kalojnë vetë në kuvend, a do duhet që në këtë komision të japën peshën e duhur demokratëve? Më falni, ata bashkëkryesin kërkojnë të shmangin. Sepse akuzojnë demokratët që do ta bllokojnë sepse nuk marrin pjesë. Ky është debati politik. Po në rregull, ata duan kryesin ta kenë për vete. Ka marrë fund? Dhe nuk e bëjnë zonjë me shkelje ligji. E bëjnë me votë. Dhe votat e ka dhënë populli. Reformat të tilla të rëndësishme, avokata, mendoni se do duhet të ketë gjithëpërfshirje? Kjo është demokracia. Të pranon apo nuk pranon shumica e popullit, e elektoratit. Ndarja territoriale, reforma zgjedhore, duhet jenë me gjithëpërfshirje në vlerësimin tuaj? Duhet jenë me gjithë përfshirje, por Saliu kërkon krizë, nuk kërkon zgjidhje. Janë dy lloj politikanësh në një vend demokratik. Ata që kërkojnë zgjidhje dhe ata që kërkojnë forcë. Si ndahen në Shqipëri? Në Shqipëri Saliu është ai që kërkon forcë, kërkon që gjithçka ta krijojnë përmjet forcës. Dhe ka pikpyetje të mëdha dhe si karakter në funksion me zhvillimin e Shqipërisë. I kemi thënë ja dy herë dhe s'kam pse përsëris. Kurse të majtët kanë pushtetin. Absolut. Nuk rëzohen të. Kështu që ai sorollatet në përkallamishte kot. Saliu. Kjo quhet sorollatja në përkallamishte. Sorollatja në përkallamishte ka hyrë si term sepse kallamishtet janë mëdha, po je në mes të tyre nuk del dot nga kallamishtet. Ta dini, vjen vërdall. Prandaj ka dalë edhe termi sorollatja në përkallamishte. Pra, problemi qëndron që Saliu është në sorollatje politike, por ka një intencion, ka një qëllim. Cili është? Sepse është një proces penal. Kërkon në çdo mënyrë ta shmangi, ta kapërcej, ta shtyj, dhe të shpëtoj edhe pronësinë, natyrisht.
Ndërkohë, vijon në fakt Partia Demokratike të bëj protesta, për shembull dje që ishte e hënë ka të platformën e komunikimit apo foltoren përpara kryeministrisë, në 10 shkurt ka njoftuar një tjetër protestë kombëtare, ku do të ndryshojë, do të jetë një qasje ndryshe, pjesëmarrja do të jetë më e madhe, kështu thot Berisha të paktën deri në rrëzimin e Ramës. Si po i ndikon demokratëve ky aksion i drejtuar, i udhëhequr nga Berisha? Së që pare kë? Dy dështime janë mesatarë, thonë perëndimorët të mëdhej. Teoricianët. Po. 3 vdekje. Ky ka humbur 4. E kuptoni ku jemi. Dhe akoma s'ka vota se mund vinë pushtet. Shiko tani t'ju them një gjë. Sëmundja nervore që të çon për pushtet absolut është patologji. Nuk ka nevojë për kurim, se është vetëm për pushtet politik. Ja, shikoj si ecën. Pra, është për pushtet politik dhe këta krijojnë pushtetin absolut. Ne kemi vuajtur më shumë nga të tërë këtë. Ma keni parasysh një gjë? Që ky nuk e ka atë. Po ai tjetri që u është rrëzuar Hoxha, kishte elektoratën e vete. Ata partisin si të çmendur se ti e re. Pra, politika në Shqipëri nuk është në nivelet mëdha, në nivelet larta të emancipimit saj në funksion të ligjit, personalitetit njeriut dhe shtetit. Nuk i ka. Vetëm Berisha e ka, apo edhe lider të tjerë në raport me pushtetin? Nuk e ka Shqipëria, akoma thash. Nuk fola për Berisha, fola një karakter përgjithshëm. Nuk e kemi. Ky që ka ardhur kryeministër, kisha mendimin se do ta kishte. Por nuk e kuptojmë dot se ka pushtet fuqishëm votash. Si Parti Socialiste, kuptojmë. Dhe nuk e kuptojmë dot. Por e kuptojmë nga niveli teorik, praktik dhe i skemës që ka në funksion të zhvillimit të Shqipërisë. S'ka skem. Kur rafshan mos u vrafshan. Po si ecën dhe si e ka atë mbajtjen e pushtetit të sigurt. Ka partinë. Do të kemi parasysh një gjë zonë. Unë u largova, megjithëse dilja deputetë, ju e dini, dilja po ishe single në parlament kot. Dhe unë u largova kur ekspertët më thanë, ekspertët mëdhenj që analizuan Shqipërinë për efektet e tyre, kas për anglosakson larg, na rezulton tha që kjo është shoqëria e majt avokat. Dhe më thënë indirekt më thanë mos u lodh. Dhe kjo është e vërtet. Shoqëria e majt kjo. Dhe kjo është arsyeja që jeni tërhequr nga politika aktive? Po, se mos shkoj majtas. Jo, nga aktivja nuk kam të regjë unë, se dalë në media, ja kum keni. Pa diskutim, keni kontribut, të vazhdueshëm, por si pjesëmarrës në një subjekt politik. Nga politika në aktio. Se është kjo që të thash. Se unë nuk mund bashkohem do të me të majtë. Ata më kanë kërkuar, nuk i ka marrë miq. Po historia ime ashtu është e ju e dini. Më krijon një boshllëk në ndërgjegje. Boshllëku në ndërgjegje, do të thënë në konsciencë, të godet në intelekt. Dhe unë nuk e lejoj. Si e parashikoni çështjen e opozitës në vijim, avokat? Pak kohë më parë, një grupim intelektualesh, përfaqësues të shoqërisë civile, u angazhuan për të sjellë dhe për të ofruar të gjithë partitë opozitare në një tryezë për ndryshime të rëndësishme, qoftë këto dy reforma, veçanërisht atë zgjedhore. Mendoni se mund të ketë një të ardhme? Janë sondazhet në politikë zonë. I kanë të dopta. Kanë zbritur 9-40.
Janë të 32-33. Po si shpjegohet kjo? Po qeveris mirë Rama me ekipin e tij apo janë problemet e brendshme të opozitës? Nuk është vetëm jo, këtu flasim për qyeshmërinë e opinionit publik. Nuk janë vetëm sukseset e Ramës. Është edhe mospranimi i Saliut. S'ka vota. Por ka partinë. Është në hall se po të ishte njeri i çliruar nga inner conflicts, nga konfliktet e brendshme, do ta kapte që duhet kishte zgjerë një tjetër, qoftë dhe vegle ti, në mënyrë që të rigrupohen në politik hap pas hapi, në funksion të personalitetit. Do me thënë, duhet kishte një refleks, i cili të kishte tjetër gjuhë, tjetër mosh, dhe tjetër preardhje. Dhe ka garanci për sukses, e provojmë me bashën këtë, por pam çfarë ndodhi me Partinë Demokratike. Basha një e fitoi. E fitoi një basha më. Tjedi. Tani, nuk është problemi, duhet jemi pak realist dhe të drejt për drejt. Basha doli në krye si njeriu i zgjedhur i Saliut, zonjë. Pse me vota e vi? Po pra, ishte fikse linjën që po thonit. Një minutë. Ishte njeriu i afërt i familjes Berisha. Pavarësisht që ai pastaj kaloi në ekstrem dhe përjashtoi Saliu nga PD-ja. Ju e dini. Po ja kërkuan atë. Ta dini. Ta diu nga brenda. Ta di nga si fakt. Ja kërkoi politika madhe dhe e bëri. E bëri, por e dëmtoi këtë, e plagosi, por nuk e eliminoi dot. Edhe ja ku është pra. Çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike? Si e prisni ju, nisur edhe nga këto protestat të vazhdueshme kombëtare, ku në 10 shkurt nuk kanë përjashtuar as mundësinë e ngujimit në bulevard? Por problemi qëndron që socialistët janë me Saliun. Nuk e godasin. S'dikje Saliu, se s'kan bashkëpunim. Jo. Ata din që e kanë të sigurt që po tjetë ai kryetari PD-s, PD-ja nuk vendon në pushtet. Kjo është politik, zonjë. Edhe unë kam pas në bisedë me kryetarin e bashkisë, që ishte figurë e dytë i Tiranës. Ai bile më tha tani s'kemi pse e fshejmë, se kjo politik është. Ai më tha i thashë Ramës, nuk do të mbështetemi shumë të çështja e Saliut, do të kemi rigrupimin tonë. Rama nuk u përgjigj. Nuk është se, ju lutem, nuk është se e kanë, se mos kuptohet ja por ju, po për opinionin, nuk është se e kanë partner. Po e din që po tjetë ai gjithmonë kryetari i Partisë Demokratike, fiton gjithmonë PS-ja. Ata nuk e thonë që kemi aleate të bëjmë, po kuptohet nga mënyra se si e bëjmë politikën, nuk duan që ta dëmtojnë. Në rastet kur janë dashur votat e demokratëve, i kanë bashkuar me socialistët, ky është fakt. Avokat, duat ndalem pak minuta edhe tek zhvillimet që lidhen me Kosovën, por specifikisht për çështjen e presidentes Osmani që i përfundon mandati muajin e ardhshëm. Kosova zyrtarisht KQZ-ja ka dhënë apo ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Megjithatë, si pritet të shkojë çështja e presidentes apo presidentit të ri në vlerësimin tuaj? Osmani ka bërë me dije se synon një tjetër mandat, a do t'jen palët politike që duhen 2/3 e votave nga 120 ulse që ka kuvendi, duhen 80 deputetë që ta mbështesin në fakt zonjën Osmani apo një tjetër kandidat? Po ajo ka marrë një herë. Do më thënë i ka votë. Politika shufritet. Ajo ka dalë një herë presidente dhe është po ky parlament. Nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh. Varet se si, nuk e kam ndjekur deri në këtë nivel, varet se si i ka pas raportet politike, presidentja, me partitë tjera. Sidomos me partinë
me atë Me subjektet e opozitës, po. Të opozitës. Zdim si i ka pasur marrëdhëniet me opozicionin sipas partive. Kjo është kryesorja. Atë kise diska si flas. Por ajo është shumë e qeshur dhe shumë e gëzuar. Dhe gjithmonë ashtu del në media. Dhe ishe nga të paktat që mori pjesë në bordin e paqes për krah Trump pak kohë më parë në forumin e Davosit. Do vinjë atje, kurse ndërkombëtarët e lartë, niveli i lartë i ndërkombëtarizmit, kërkon me çdo kusht që ta krijojë figurë universale. Po. Dhe në atë rrugë, po ta shikosh me vëmendje, në atë rrugë është. Për ne shqiptarët është favor. Sepse ata nuk e kishin një figurë të tillë. Në këtë nivel që ka kjo, dhe kjo tregon që është politikan në nivel të lartë. E kisha konstatuar unë që e ka ndërvjellësinë midis idesë, fjalës dhe komportimit politik si figurë. E shikoni se si e ka atë nivelin aktorial e ka shumë të lartë. Elokuencën e ka shumë të lartë, shqipen e di shumë mirë. Anglishten, pa ashtu. Anglishten gjithashtu. Pra, nuk është problemi, sa dhe do dhënja, nuk është problemi që një anglishten është native, është sikur të jetë angleze. Nuk është që ka mësuar gjuhën. Kuptohet që me atë gjuhë është rritur. Pra, jemi në të këtillë situatë dhe ne si botë shqiptare kemi në favor, nuk diskutohet. Por të shikojmë tani se të shikojmë tani ku ka ngrirë situata, sipas pikpamjes time. E qartë. S'kemi një marrëveshje juridike në nivel të lartë, Tiranë-Prishtinë. Atëre çfarë ndodh? Kryeministrat nuk pranojnë njëri tjetrin. Tani është Rama ai që e ndjen kompleks presidentin e Kosovës, apo është presidenti i Kosovës që e ndjen si kompleks Ramën? Këtë duhet nuk e kam të vërtetuar, sepse di se kush, po njëra nga këto është. E qartë. Avokat, nisur nga vlerësimi që keni për zonjën Osmani, e cila synon një tjetër mandat në krye të presidencës në Kosovë, po në Shqipëri, shihni ndonjë nga politikanet aktuale në një pozicion të tillë? Jo, se nuk ka ardhur një pozicion të tillë asnjë nga këto politikanet tona. Pyetja që bëj unë është kjo, para se të merrte postet Vjosa Osmani e kishte njohur ti? Aty që shiko se që është lidhja psikologjike midis pushtetit dhe personalitetit. Pushtetit politik dhe personalitetit e individit. Nuk ndahen. Janë të bashkuara, janë të konverguara në një pikë. Dhe japin figurën e politikanit i cili krijon karizmën. A kuptoni? Vinë dhe konvergojnë në një pikë dhe kjo pika që konvergojnë këto dy. Duhet theksuar që Rama në gjitha qeveritë e tij ka synuar dhe ka pasur një pjesë të mirë të kabinetit me vajza dhe zonja. A shihni ndonjërin që mund të jetë e mundshme që në të ardhmen të jetë presidente në Shqipëri sikundër Osmanit në Kosovë? Rama e ka pikpamje atë. Se atë kam pasur unë si pikpamje. Cila ka qenë pikpamja? Po ta shikosh me një vëmendje në kuptimin e gjykimit dhe të analizës psikologjike dhe psikike, gruaja ka nivel intelekti më të lartë se burri në Shqipëri. Por nuk ka qenë aq e lirë, më kuptoni? Nuk e ka pasur lirshmërinë e pushtetit. Tani po e merr. Sidomos në Kosovë. Edhe këtu natyrisht. Por Rama e dinte këtë dhe prandaj gjithë formacionin më të madh të qeverisë kishte femëror. Apo jo?
E mbani mend? Po, në fakt e ka pasur, në të gjitha qeverit ka pasur një tendencë të tillë. Ajo, se e nje këtë teori. Pra, kjo është Megjithatë, opozita i ka akuzuar shpesh që i ka vendosur aty në këto pozicione të rëndësishme, por në fakt vendimet i merr vetë kryeministri Rama. Po ku nuk i merr vetë kryeministri i vendimet? Komunizmin thosh jemi kolegjal, zonjë se kënjente. Ata absolutisht. Ashtu jemi dhe sot? Kryeministri vendos zonjë, nuk të shkotohet nga vjen kjo, që ta kuptojnë, që t'i kushk. Nga kanë ardhë ministrat, kryeministri zgjedh. Pse? Populli zonjës në demokraci zgjedh vetëm kryeministrin. Qeverinë e zgjedh kryeministrin dhe e imponon shumicës. Se ka ardhë me shumicën. E qartë. Në parlament. A më kuptoni? E qartë. Kjo është lidhja. Po ta shikosh me vëmendje këtë tani dhe që qeshët e kuptua tamam. Kjo është ajo arsye që shpërdohet. Por një emër zonje nuk ma dha atë që e shihni si presidente në të ardhmen. Si zonjën Osmani në Kosovë. Në Shqipëri gjithmonë flasim. Kosova ka pasur dhe më herët ati feteja jagën. Në Shqipëri s'po ndodh. Nuk mund të flasë sepse nuk e ka menduar. Këtë tani që ma kërkuat ju, ne dalim shpesh me njëri tjetrin. Në takimin e radhës. Në takimin e radhës do ta kem zgjedhur një emër. Avokat, shumë kënaqësi do kisha në këtë bisedë. Edhe unë gjithashtu. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.